Blendi Fevziu dhe faji i heshtjes. Pse duhet të bojkotojmë mediokritetin në media? Blendi Fevziu dhe heshtja e tmerrshme, kur gazetarët maskojnë të vërtetën e një policie të hedhur nga kati 10. Në një vend ku fuqia e oligarkëve dhe padukshmëria e së vërtetës janë bërë norma, ngjarja e tmerrshme e një polici të hedhur nga kati 10 i një pallati pasi ndaloi djalin e oligarkut Saimir Man, është një alarm për shoqërinë. Por, në vend që kjo histori të jetë në krye të lajmeve, ajo është mbyllur në heshtjen e gazetarëve si Blendi Fevziu. Përse? Fakte të mbuluara. Çfarë ndodhi me policin? Sipas informacioneve që rrjedhin nga publikimi i ngjarjes, një polic rrugor ndaloi një automjet të drejtuar nga djali i oligarkut të njohur Saimir Man. Pak kohë pasi, ky polic u gjet i hedhur nga kati i 10 të një pallati. Ngjarja ka mbetur e mbyllur në një mjegull pa dukshmërie, as hetime transparente, as dënim për fajtorët. Por çfarë është akoma më shokuese? Heshtja e gazetarisë shqiptare, personifikuar në Blendi Fevziun, i cili zgjedh të mos flas kur publiku i bën thirrje për drejtësi. Në profilin e tij në TikTok, mijëra përdorrues përsërisin pyetjen: çfarë ndodhi me policin? Komentet janë të mbushura me padurim dhe mirim, por Blendi zgjedh të shikoj anash ose mos të shikoj. A nuk është ky një krim ndaj detyrës së tij si gazetar? Blendi Fevziu, gazetari që zgjedh klikimet mbi drejtësinë. Blendi Fevziu ka ndërtuar karrierën duke u paraqitur si zëri i të pafulurit. Por kur një polic aksidentohet në kushte misterioze pasi ndaloi një fëmijë oligarku, ai hesht. Çfarë na tregon kjo? Prioritetet e tij, klikimet dhe trendet e TikTokut kanë më shumë vlerë se jeta e një njeriu. Frika ose kompliciteti, a ka frikë Blendi të prek interesa të fuqishme, apo është pjesë e sistemit që mbulon padrejtësinë? Kjo nuk është thjesht neglizhencë, është një tradhti ndaj kombit. Ngjarje të tilla nuk janë lajme të vogla. Ata janë dritë që zbulon korrupsionin dhe dhunën e strukturuar. Nëse Blendi hesht, ai bëhet ose është pjesë e maskimit. Në Shqipëri, njerëzit vdesin në heshtje dhe gazetarët ndihmojnë me heshtjen e tyre. Heshtja e Blendit nuk është vetëm një skandal. Është prova që media shqiptare është në gjunjë të oligarkëve dhe parave. Kur një jetë humbet për shkak të abuzimit të fuqisë, gazetarët duhet të bërtasin. Por në vend të kësaj, ata fshin pyetjet nga komentet, bllokojnë debatin publik, promovojnë lajme të rreme për të shmangur temat e ndjeshme. Kjo nuk është gazetari. Është teatër i errët, ku publiku shqiptar sillet si spektator i pafuqishëm. Revolta e publikut, si të bojkotojmë heshtjen? Publiku nuk është i pafuqishëm. Kemi fuqinë të ndalojmë mediokritetin. Ja si. Shkëputja totale. Mos ndiqni asnjë platformë të Blendi Fevziut, TV, TikTok, Instagram. Mos klikoni, mos komentoni, mos ndani asgjë që lidhet me të. Pa vëmendje, gazetarët e rrem vdesin. Goditni financat e tij. Njoftoni sponsorët e emisioneve të tij, banka, agjenci, marka, se nuk do të blini produktet e tyre nëse mbështesin heshtjen e tij. Shkruani uragane në komente, ju financoni një gazetar që fsheh krimin? Zgjidhni alternativat. Ndjekni mediat e pavarura që guxojnë të prekin tema të ndjeshme. Kërkoni transparencë, përdorni hashtagun çfarë ndodhi me policin Blendi hesht. Bëhuni zëri që ai nuk do të jetë. Organizoni proteste virtuale, postoni çdo ditë pyetjen pse hesht Blendi në profilet tuaja. Kërkoni llogari nga inspektori i policisë dhe prokuroria për çështjen, mos lejoni që të fshihet. Heshtja është krim. Blendi Fevziu nuk është një gazetar. Ai është një maniak i klikimeve që lufton për të mbetur në ekran, edhe nëse kjo do të thotë të tradhtojë vlerat e gazetarisë. Por ne nuk jemi të detyruar ta dëgjojmë. Bojkotojmë heshtjen. Mos lejoni që një jetë e humbur të harrohet. Nëse Blendi hesht, ne duhet të bërtasim. Fryma e atij polici nuk ka nevojë për lodh. Ajo ka nevojë për drejtësi. Dhe ne jemi detyruar ta kërkojmë atë.